Numër shpo marrim tani, në fakt i ka porositur një person që ka porositur dhe nga telefonatet e kaluara. U kënaqej shumë duke u mek me shokun e vet, kështu që porositit të dy tonë. Ne të marrim shokun e vet që është në Angli. Alo? Alo, kush është? Silvia, mësia. Mirë, kush Silvi? Dëgjoj, o djeli se ne jemi parë vetëm 2-3 herë kështu vërdall, po doja të pyesja ku je për momentin? Jam unë. Po. Në Angli, pse? E di pse, se ta se mos shën në Tiranë, se të kam parë shpesh ande nga rruga Durrësit. Edhe kisha qef që të takoheshim të dilnim. Numrin të rritë ta marrë të recepcioni 15 kaqit, se të kam parë që hyn del. Punon një kushëria ime atë. Me zita kam gjetë këtë numrin. Tani që të bësh, do vish? Roshti për zotin, po kam tjetër aty ku di Tiranë. Ke tjetër? Jam i lidhur. Tani je lidhur apo ke tjetër? Jam i lidhur. Po, ke shumë ti, ke lidhje serioza? Po. Thamë vë qefi, për ti më jep një këshill që të bëj unë, si të kap dikë se po mikon truri. Dhe njërë që më ragudzimi si femër të gjeja numrin e një mashkull, i thashë shkoj unë nga mbrapa, është i lidhur apo? Po kush ka fitur aman? Se disa kesh po vjen apo jo? Disa kesh po vjen se po më dalin lotët vëtani. Që tani të paktën, a keni një shok për mua? Si? A keni një shok për mua? S'kam për zotin. Asnjë? Kam tërë zën, s'mbajnë. Ua, mërë quna, miku fati, mërë quna. Desha do një qunë Londra, ba. Të kuptoj. Pa mirë, do më thosh në gjë, më thuaj një këshillë dhe do të lë ta mbyllësh telefonin. Të lutam. Çfarë do të bëj ose ku të dalë që të gjej çuna të mirë? Në çfarë qyteti në faktën? Ku dal? Po di në Fier. Jo, që ama se na kapën fallxoret ande po i kam. Mirë pa. Mirë, më vjen shumë keq dhe mirë një kohësisht që je i lidhur dhe të përqafoj. Hajde, baja. Të puç, paqem. Hajde, paqem. Po hama, keni pa më quna serios, më quna të mirë, më quna besnik, më ka lezet. Nëse ju duke parë këtë video, brava. Po prap, si më sugjerove mua të shkoj në Fier, të më bëjnë magji, një bjonde dhe kjo i duhet, aman të keqen.